Hej miq, përshëndetje. Sot do të gatuem patlıgjana të mbushur. Fillimisht i pastrojmë patlıgjanat, i heqim pjesën e brendshme të tulit, duke i prerë ato në formë katrore. Më pas ne ngrim qepën, e bëjmë në copa të vogla. Hedhim pak vaj ulliri. Të shtojmë qepët dhe hudrën më pas, që t'i bashkojmë së bashku. Vazhdojmë që t'i përzijmë të gjitha bashkë, hudrën dhe qepën, që në mënyrë që të na ta vërvisen. Shikojmë që qepa tashmë ka marrë ngjyrën e saj më të skuqur, lëshojmë dhe mishin tonë. Duke i përzirë ato të gjitha së bashku, dal nga dal që të formojnë një masë homogjene dhe t'i lëmë për pak minuta që të skuqen së bashku. Ne shohim që mishi ka marrë ngjyrën e tij. Tashmë do të shtojmë dhe 300 gram oriz. Të njëjtën gjë që të bëjmë edhe me orizin dhe me mishin, duke i përzirë të gjitha bashkë, duke i lënë që të skuqen për 3-4 minuta të bashku. Tashmë jemi duke shtuar pak nga pjesa e brendshme e patlıgjanave. I përzijem në mënyrë të avashtë. Derisa ato të marrin formën e tyre, të hedhur edhe një kub me gjalp. Dhe vazhdojmë që t'i trazojmë. Tani do të hedhim salsën e kuqe, e cila është një salsë domateve e gryer. Dhe vazhdojmë që t'i përzijem së bashku. Tashmë shtojmë edhe majdanozin. Që t'i dhëmë shijen finale, e ka vëddusin vetëm pak. E i gati për të ndryshur patlıgjanat tonë dhe për t'i futur në furrë. Këtu në tasën do të përgatitim ujin që do t'i hedhim në fund patlıgjanave tonë të mbushur. Hedhim vetëm asnjë lugë salcë, gjysmë luge kafeje piper të kuq dhe një gjysmë luge kafe rigon. Këto do t'i trazojmë të gjithë së bashku me ujin. Këtu kemi hedhur rreth 500 ml ujë dhe e trazojmë. I shtrojmë në këtë lloj mënyre dhe me anë të kësaj lugës fillojmë mbushjen e patlıgjanave. Patlıgjanat tashmë i kemi mbushur në këtë lloj mënyre. Do ju vendosim qesin e aluminit përsipër dhe tashmë janë gati për të futur në furrë. Kemi mbuluar me letër alumini patlıgjanat tonë dhe i kemi futur në furrë. Tashmë me 230 gradë për 45 minuta. Kjo është pjata jonë finale. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.